Erion Isufi është njeriu që njihet mediatikisht si kunati i Lulzim Bashës, njeriu që shtoi pasurinë e tij, pronat, bizneset gjatë periudhës që Lulzim Basha çonte në dështim opozitën, Partinë Demokratike. CNA ka publikuar 10 artikuj që tregojnë se si pasuria e Erion Isufit u shtua në mënyrë maramendëse gjatë kohës që Luli Basha zhyste opozitën, u shumëfishuan milionat, pronat dhe bizneset. Tani kunati i Lulzim Bashës, Erion Isufi, është faqur sërish në skenë në protestat e zhvilluara së fundmi në Tiranë. Irfan Hysembelliu, mashtruesi që kërkon të personifikoj festën e birrës në Korçë, njeriu që nuk paguan rrogat e gazetarëve, njeriu me miliona euro borxhe në tatime, njeriu që sulmon dhe akuzon institucionet se era ata i kërkojnë që të paguajë taksat në shtet, ka gjetur si personazh Erion Isufin, kunatin e Lulzim Bashës, për ta hedhur në sulm në protesta. Manipulatori dhe mashtruesi publik Irfan Hysembelliu ka thënë se do të transmetojë 24 orë live protestën, por duke qenë se ka probleme me pagat, me rrogat, ka zgjedhur mikun e tij, kunatin e Lulit Erion Isufin dhe Lulin, për ta hedhur në sulm. Kujtojmë se gjatë kohës të Lulzim Bashës në krye të bashkisë, dhëndri Irfan Hysembelliut ka qenë drejtori i urbanistikës në këtë institucion. Tani kunati i Lulit Erion Isufi kthehet si punëtori i Irfan Hysembelliut. CNA ka zbuluar të dhënat që tregojnë se si Irfan Hysembelliu ka hedhur në sulm në protestë kunatin e Lulit Erion Isufin. Sipas të dhënave që ka siguruar CNA, Erion Isufi është administratori i kompanisë Black Sheep. Black Sheep është kompania e cila në rrjetet sociale publikon pamjet nga protesta dhe thekson se transmetohen live në News 24 televizionin e Irfan Hysembelliut. Nga ana tjetër, Irfani thotë se do të transmetojë live protestën 24 orë. Pra, sipas këtyre të dhënave të siguruara nga CNA, shërbimi live 24 orë të protestës në ekranin e televizorit të Irfan Hysembelliut e bën kunati i Lulit Erion Isufi. Irfani transmeton protestën live 24 orë, jo se ka hallin e protestuesve, por e transmeton që të bëhet rëmuj, që ta marrë dirama në telefon që të mos paguajë taksat. Kjo është ajo që intereson Irfanit, pasi tatimet e kontrollojnë dhe i ka vendosur miliona euro gjoba për detyrimet e papaguara. Tani ka bërë aleancë dhe ka hedhur në sulm kunatin e Lulit, i cili e siguron shërbimin live të protestës. Jo se mediat e tjera nuk e transmetojnë. Shumë media, përfshirë dhe CNA, e transmetojnë protestën, por askush nuk ka bërë pazara me Erion Isufin dhe Lulzim Bashën, askush nuk e transmeton protestën që të mos paguajë taksat. Ajo që duhet theksuar është se në protestë duhet të ketë dhe një pankartë të madhe ku të shkruhet Irfan paguaj taksat, i cili shtiret si aleat i protestuesve dhe bën si kur i digjet barku për protestën. Irfan Hysembelliu duhet të paguajë taksat, të paguajë rrogat dhe mos mashtrojë shqiptarët me megalomanin e tij. Protestuesit duhet të distancohen menjëherë nga Irfanët e nga kunetërit, sepse Shqipëria e re nuk mund të jetë as e Irfanit, as e kunatit, as e Karlove e Merove dhe mediave të pushtetit, apo përfituesve nga aferat e këtyre 35 viteve.